أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sonte do të flasim me një temë të përafërt me atë mbram që kena folur ka qenë sinqeriteti me Allahun subhanahu wa taala, ndërsa sonte do ta përmendim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Omeri radiallahu anhu, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Me të vërtet, veprat varen sipas qëllimit dhe çdo kujt i takon ajo të cilën e ka për qëllim. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. Ai cili ka shpërnguljen, hijretin për hir të Allahut subhanahu wa taala, do t'i takon shpërblimi i hijretit për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe ai cili ka hijretin për ndonjë çështje të dunjas apo për ndonjë martesë, hijreti do t'i llogaritet për hir të asaj të cilën ai ka udhëtuar. Përmendet kjo hadith, ndërsa dietarët disa kanë thonë ky është një katërt e Islamit, disa kanë thonë një tretë e Islamit, disa kanë thonë gjysma e Islamit, disa kanë thonë ky hadith është i tërë Islami. Dhe kanë thonë këtë si shkak e rëndësisë të cilën bart në veti niyeti, se nuk ka mundësi që njeriu t'i dedikohet Allahu subhanahu wa taala me ndonjë adhurim të dukshëm apo të padukshëm, vetëm se në brendësinë e tij duhet ta ketë niyetin apo duhet ta ketë qëllimin. Dhe nuk është vepra e vlefshme nëse ajo në veten e saj nuk ka niyet. Andaj ka mundësi që dy persona qohen dhe të dy e bëjnë formën e namazit, njëri ka për namaz, tjetri ka, si i ka thënë mjeku, dush me shku me bë si ato si muslimanë çka bëjnë kur falen, ky ka namaz, ky ka për mushnosh. Cili është dallimi? Dallimi është vetëm te niyeti. Andaj dietarët kanë thënë është i tërë Islami. Bile nuk ka mundësi që një njeri të hynë në Islam nëse në niyetin e tij nuk e ka më hyrë në Islam edhe nëse e thotë shahaditin. Andaj vetë sa i përket niyetit, niyeti është tre lloje. Niyeti është tre lloje. Apo veprat të cilat bëhen në veten e tyre kanë mundësi të kenë tre lloje niyetit. Kanë mundësi që të kenë nijet të mirë, Allahu na boft nga ata. Ka mundësi që të mos ketë nijet fare, Allahu na përmirësoft, dhe ka mundësi që të ketë nijet të keq, Allahu na ruajt. Më thonë çdo vepër, ose ka të parën, ose dytën, ose tretën. Sa i përket nijet, vëllezër, dini se është prej çështjeve i cili veprën e vogël e bën të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe është prej çështjeve i cili veprën e madhe në sytë e njerëzve e bën të vogël ose asgjëson para Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjeneratat e para kujdesnin dhe luftonin ta përmirësonin niyetin e tyre. Andaj thonë kem min amelin, thot sa ka vepra të mëdha të cilët i zvoglojnë niyeti dhe sa ka vepra të vogla të cilët i zmadhojnë niyeti. Ka mundësi që dikush për hir të Allahu subhanahu wa taala ta jep 1 euro, i shkruhet tek Allahu subhanahu wa taala më shumë sevap se sa i cili ka dhënë 1 milion. Dallimi ku është? Ky ka pas fallës, ky original? Jo. Dallimi është vetëm te niyeti, vëllazër. Andaj duhet jemi të kujdesshëm. Dhe duhet t'i folim vetit tepër dhe t'a këshillojmë vetin tepër ku vjen puna për të punuar për hir të Allahut subhanahu wa taala. E dini shumë mirë rastet, janë 2 raste, unë t'ja të përmendi një nga një, është rasti i parë asaj gruas e cila ka qenë zinaqare. Jo zinaqare, po ka qenë që ka përfituar nga zinaja, biznesi ka pas zina. Dhe e shef një ditë në udhtim, e shef një qen i cili kishte pas nevojë për ujë. Dhe nga dhimbja dhe nga mbëshira e saj që e ka pas, e merr, më thonë, atë këpucën e saj dhe i jep të pije ujë atij qenit. Si shkak i kësaj vepre, Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet e saj dhe ja përmirëson gjendjen e saj dhe hyn në xhennet. Si shkak i kësaj vepre. Ose atë rastin cili ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një njeri i etur hyn në një bunar për të pi ujë.
Dhe kur del jashtë e shef një qen i cili ishte në gjendje shumë të vështirë nga etja, thot ky është në gjendjen të cilën nuk kam qenë para ti. Dhe kthehet përsëri dhe mbush ujë dhe për më thonë që të jep edhe ati dhe ja fal Allahu subhanahu wa taala gjunahet si shkak i kësaj vepre. Andaj vëllezër, gjeneratat e para do t'ja kallëzoj tash një formullë shumë të lehtë që t'i shtoni sevapet aq shumë sa s'ja mërmendja. Gjeneratat e para e kanë përdorur këtë strategji, siç e ka përmend Muadhi, kur kanë qenë duke folë për namazin e natës, ka thonë unë e falim gjithë natën, njëri prej sahabëve thotë shpresoj shpërblim nga Allahu subhanahu wa taala. Ky ka thonë unë e falem edhe flej. Sikurse shpresoj shpërblim kur falem, e shpresoj shpërblimin edhe kur flej. Tamam, si ka mundësi? Vëzër, gjeneratat e para e kanë bo një lloj, s'po e them trik, a mu ka qenë një mençuri nga ata që adetet i kanë shëndru në ibadete. Ndërsa ne, ku i kena problemin? Nësot ibadetet i kena bo adete. Shumë dallim i madh. Ato, më thonë si shka në hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kafshatën që e jep familjes tënde, shkruhet sadaka. Për çka shkruhet sadaka? Për çka fitohet, ose ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadakaja më e mirë është që e jep familjes. Për çka? Pastaj të cilë jep shoqënisë tënde në rrugën e Allahut, kafshës tënde në rrugën e Allahut, pastaj shoqënisë tënde në rrugën e Allahut. Për çka? E gjitha është kjo, se ti familjes tënde i çon se i çon buk. Ti veturës tënde, mjetit tënd, i jep se i jep, shpenzon për ta. Shoqënisë tënde i jep se i jep. Por ti nëse këtë e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, të shkruhet shpërblim. Ose rastin kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëri për juve dhe kur ka kontakt intim me bashortën e tij ka sevap. I kanë thonë Rasulullah, si ka mundësi, njeriu e jepshin e vetë është fryn. Ka thonë që se shkon haram, a ka mëkat ka. Thotë edhe kur shkon halal ka sevap, pse e mbron veten nga harami vëllezër. Andaj ne kur çohemi në mëngjes, pse e kena problem? Keme dalë si keme dalë në punë. Keme shku si keme shku. O gjalla këtu në Gjermani shumë punojmë. Tamam, shfrytëzoje këtë. Si mi shfrytëzu? Bone njetë kur dash nga shtëpia, po shkojmë me punu që ta mbroj familjen time me halal. Që ta ushqej familjen time me halal. Që ti mbroj ato t'i lypin tjerve. Që t'ja ruj krenarin e tyne. Që t'ja ruj dinin e tyne. Pastaj, kur kthehesh pi shtëpie dhe ke nevojë me pushu, bjerë pusho, po bën një jetë. Çka me bën një jetë me romë fjet? Po, e bën një jetë o Zot. Vetën tënde, se një jetë është vepër e zemrës. I thu, më thon Allah subhanahu wa taala, po bi me pushu që mu çu, pastaj mu forcu me shku me fal namazin. Mu forcu me shku prap në punë për familjen time. Mu forcu me qëndru me familjen time. Mu forcu me shku me fal namazin e teravise kështu me radhë. Bën një jetë, kur ulesh me hangër buk, bën një jetë, po e ha këtë ushqim që mu forcu me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Thuhet se një prej dietarëve, disa prej dietarëve kanë thënë se është Imam Shafiu, ka qenë duke qëndru me nxënësit e tij dhe bjen dera. Dhe një prej nxënësve më herë çohet për me shku me çel derën, ke kapën për dorë. I thot ku je të shku? Thot ta çeli derën. I thot me çfarë një jetë je të shku? Me çfarë në jetë, me shku me qelë derën. I ka ra dikur ziles, i ka ra derës, po shku me ja qelë derën. Çfarë në jetë, me shku me qelë derën. I thot këtë dietari, thot bënë një jetë. Nëse ka nevojë për ushqim, do t'i jap ushqim. Nëse ka nevojë për ujë, do t'i jap ujë. Nëse ka nevojë për veshje, do t'i jap veshje. Nëse ka ndonjë nevojë tjetër të më pyesë diçka, do t'i përgjigjem. Edhe më si pas këto sevapet do të shkruhen. Kështu duhet me qenë, vëllezër. Kështu duhet me qenë. Duhet edhe vepra të cilat për çdo ditë i kena ditore, adete, i shndrojmë në ibadete. Dhe kështu bëhet komplet jeta jon adhurim. Dhe bëhet adhurim. Tu flasim kur njeriu e shfrytëzon në jetën e mirë. Tamam, dy veta ulen me hangër buk. Njëri e bën një jetë, tjetri se bën një jetë, njëri ka shpërblim, tjetri s'ka shpërblim. Dhe është interesante se kur e bën një jetën për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe je i sinqert, ndoshta nuk ka nevojë tek ti me fol as gjuha. Tregohet për Ebu Qudam el-Maqdisi, e ka mshirë në burg në Bejt el-Maqdis, do me thonë në Palestinë e ka mshirë në burg.
Dhe kur vjen mëngjesi, aty mbrenda në qelin të cilën kanë qenë, ka pas krishter, ka pas jahudi. Kur vjen mëngjesi, shkojnë krishterët dhe jahudit të derajve, trokasin rojës, i thot, çka është puna, gjithë, që e një mledhë, gjithë, çka ka ndodhë? Ka thonë, ne do në më bo musliman, në bjerë një djetarë. Se kanë ditë kush është ky. Ka thonë, pse, thot, e Bukudami ju ka folë? Jo, thot, zdim kush është ky. Po thot, pse do në më bo musliman? Thot, ky njeri na ka kujtu ahiretin. Pinë momentin kur ka ardhë, e ka kalu komplet kohën në adhurim dhe Allah subhanahu wa taala. Është çu natën, është falë për Zotin, thot, dhe i ka ndalë lët, duke lexuar fjalën e Zotit, thot, ky na ka kujtu se jeta e kësaj bote s'ka kuptim, ne do na më bëjmë musliman. Në diku i flasim 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, kena probleme. Tamam, udhëzimi është në dorën e Allahut, po ne duhet me shiku atë përgjithësinë tonë, anën tonë, përmirësimin e niyetit tonë. Kur e bën një vepër, mirë pyet veten pse jam duke e bë. Allah e rujt sheshin kriti kur prezantonim ligjëratat e kaj, na thonte kur të bëni pyetje. Kur të bëni pyetje, kujdes niyetin. Që me të pyes. Kujdes thot niyetin, se Allah subhanahu wa taala nuk më jep taufik, nuk më jep sukses dhe bereqet që me ta dhon pyetjen, atë përgjigjen më të nevojshme dhe më duhur për rastin tënd, që më shumë ti ka me të bëjë dobi në ditën e gjykimit. Si shkak i problemit, shkak jeti me niyetin. Shumë është e rëndësishme. Shumë është më rëndësishme kur bëjmë pyetje, pse bëjmë pyetje. Një çështje e thjeshtë, po e ves hoxhën, pse vetëm? A vetëm për në vetë Imam Malikut kanë shkuar kanë vetë, i ka thënë Imam Malik e kam një pyetje, ka thonë çka duhet? Po du me ditë. A mas asaj a ka dëni vepër? A ka me të shtu imani, a keme bë dëni vepër, keme shtu dëni vepër të mirë? Ka thënë ja, mo për çe du me ditë. Ai thotë çka? A se shpërgjigj. Shkojmë tek ajo pjesa e fundit, tek ai lloj treti në jetë vëllezër, është ai niyeti i keq, Allahu na ruaj. Kur arrin shejtani që ndryshon njeriu në jetin. Ka në hadithin e Buhariut, që ka shënuar Imam Muslimi, thotë u veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkoi një arabi, një njeri që kishte ardhur prej shkretine dhe shkon dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në fakt shkon e pyet e Buhariut, ma bën halal. U veçua e Buhariut, thot transmetuesi, dhe shkoi një person e pyetën e Buhariut. Thot më tregosh një hadith që e ke dëgjuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një transmetim tjetër vëllezër se kur e ka pyet, thot e Buhariut, thot do ta tregoj një hadith që e kam dëgjuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot dhe në ditën e gjykimit do të fillon gjykimi ndaj 3 lloje dhe i bjet fikt. E kap ky. Thot do ta tregoj një hadith që e kam dëgjuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për 3 njerëzit e parë që do të merren pyetjen ditën e gjykimit me të cilët do të ndizet zjarri, prapë i bën fikt. E kap ky, derën e dytë. 3 herë kështu, derisa shtrëngohet, thot me 3 njerëz do të ndizet zjarmi i xhehenemit në ditën e gjykimit. Do të ndizet me ta. Kush jo merr mendja? Dikush thot Firauni, dikush thot Ebu Xehli, dikush thot Karuni, dikush thot me shejtani, dikush thot. Njeriu i parë është një person të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë trimëri dhe aftësi. Dhe ka luftuar rrugën Allahu subhanahu wa taala derisa është mbyt. Dhe del para Allahut, Allahu i thot, çka ke bërë me ato mirësi që ti kam dhënë? Zot më ke dhënë shumë mirësi. Kom qenë trim, kom qenë i aftë, kom qenë strateg, kom qenë. Thot, çka ke bërë për këtë? O Zot, kam luftuar rrugën tënde, me ndihmu dinin tënd, me ndihmu fen tënde, derisa jam mbyt. I përgjigjet Allahu subhanahu wa taala i thot kadhabt. Porren. La ilaha illallah. Në ditë kur se ke kërkant, në ditë kur kthehesh ndjath, nanas ndihmon, babas ndihmon, shoqënia, kërkush, gjithkush thot nefsi vetja ime, shke shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu ta bën porren. Thot se ti ke luftu me thon trim, ti ke luftu me thon hera, ti ke bë për këtë din me thon se ky po bën për këtë din, ti ke bë dhe Allahu subhanahu wa taala hu në zam xhenemit, Allahu na rujt.
Grupi i dytë i njerëzve apo njeriu i dytë që vjen dhe e pyet Allahu subhanahu wa taala dhe është njeriu të cilin Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë dituri dhe i ka dhënë za dhe i ka dhënë aftësi, e ka mësuar Kur'anin, ka mësuar diturin dhe i thot Allahu subhanahu wa taala robi im çka ke bë me mirësitë që ti kam dhënë, thot o Zot më ke dhënë shumë mirësi, më ke dhënë shumë aftësi, kam pas mundësi me mësu fen tënde, kam pas mundësi me mësu Kur'anin tënd, kam pas mundësi me lexu bukur Kur'anin tënd, thot dhe këtë e kom ba për hir tënden, i thot Allahu subhanahu wa ta'ala këdhebt, mos rej. Mos rej. Thot ti i ke ba me të thënë se njerëzit ke mashallah të farzani. Ti i ke ba me të thënë njerëzit mashallah sa bukur lexon. Ti i ke dhënë mashallah sa i ditun, mashallah sa orator. Ti i ke ba për njerëz, nuk i ke ba për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe hudhet zam xhenemit Allahu na ruaj. Dhe vjen grupi i tretë, vëzër, apo njeriu i tretë dhe i thot Allah subhanahu wa taala, dhe është nga njerëzit që Allah i ka dhënë shumë pasuri dhe i thot o robi im, çka ke bërë me mirësinë dhe pasurinë që ta kam dhënë? O Zot, nuk kam lënë vend ku ka pas nevojë me ndihmu për Islamin, e vetëm se kam dhënë. Nuk ka pas rast që është dash dhe ka thon hoxha dhe ka thon filani dhe është dash dikun në katun dhe në qytet dhe i përmend rastet, veç kam dhënë o Zot, vetëm për hir tënd o Zot, se ti më ke dhënë shumë, i thot Allah subhanahu wa taala këdhebt, mos rej. Po gënjen, thot ti ke dhanë me thonë se filani vallahi shumë jep për Allah, filani shumë dërdhan, filani si interesant të për dunja, ku ka me dhana i pari, dikush jep 100 ai 1000, edhe e merë Allah subhanahu wa taala dhezër dhe e hudh në zjam xhenimit. Andaj thot Allah subhanahu wa taala, thuaj çdo send të cilën ju e shfaqni ose e mshefni, ka për qëllim brenda e mban ti, ja lemhullah, dini se e din Allahu subhanahu wa taala. Dini se e din Allahu subhanahu wa taala. Bele në ajet tjetër thot, e din edhe të rathtin e synit, që shikon me bish synit, dhe çka mshefin vete tuja. Lusë Allahu subhanahu wa taala, na jep sinqeritet, na përmison gjendjen tonë, na përmison në jetë dhe qëllimet tona. Wallahi vëllezër, ma mirë mos me dhon se sa me dhon për dikën tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Ma mirë mos me fol, mos me dhon këshill se mi dhon për dikën tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Ma mirë hiç mos me të njoh kërkush, po me të njoh vetëm Allah subhanahu wa taala. Nuk është kjo arsye që mos me dhon, po duhet me përmirësu veten tonë që me dhon për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me ndihmu këtë din për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me ngrit këtë din për hir të Allahut subhanahu wa taala. Lutë Allah subhanahu wa taala si na ka mundsuar të takohemi këtu, takohemi në xhenetet e larta të tij. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.